Me rastin e 10 maj, ditës ndërkombëtare të drejtësisë u përcollën mesazhe mbi rëndësinë e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe besimit të publikut tek institucionet e drejtësisë. Gjykata e lartë përmes një mesazhi publik theksoi se drejtësia mbetet themeli i një shoqërie të lirë dhe demokratike. Institucioni vuri në dukje nevojën për integritet, panshmëri dhe përgjegjësi në procesin e vendimarrjes, duke nënvizuar se çdo vendim gjyqësor ndikon drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe në perceptimin e publikut për shtetin e së drejtës. Në mesazhin e përcjellë nga Gjykata e lartë u evidentuan 4 element kryesor: drejtësia për çdo qytetar, besimi në institucione, dinjiteti në vendimarrje dhe përgjegjësia për të ardhmen. Po ashtu në mesazh theksohet rëndësia e transparencës institucionale dhe ruajtjes së standardeve profesionale në sistemin gjyqësor, ndërsa u shpreh vlerësimi për punën e gjyqtarëve dhe profesionistëve të drejtësisë në përballimin e sfidave të përditshme.